Policia e Tiranës ka arrestuar 7 persona si autor të dyshuar të vendosjes së tritolit në automjetin e Oltion Klosit, ngjarje ndodhur në datën 10 mars në rrugën Vasil Ndoçka në Tiranë. Në pranga ka përfunduar Jurgen Gjonaj, personi që shikoni në foto, i cili sipas policisë është pikërisht autori që ka vendosur lëndën plasëse në automjetin e parkuar në rrugë. Gjonaj është filmuar nga kamerat e sigurisë, ku është fiksuar me biçikletë teksa i afrohet mjetit të Oltion Klosit dhe pasi vendos eksplozivin largohet po me biçikletë. Ndërkohë i përfshirë në këtë ngjarje është dhe Saba Nuzi, madje hetuesit kanë dyshimet e forta se Nuzi është porositësi i vendosjes së tritolit. Ai ndodhet në burgun e Fushkrujes, si arrestuar më herët për llogaritës pak, pasi akuzohet si përfshirë nga një grup kriminal nga prokuroria e posaçme. Hetuesit kanë arritur që të vendosin në pranga Kristian Hamerama, Renato Balla dhe Eklips Leti, të cilët dyshohen se kanë siguruar tritolin si dhe fotot për vendodhjen e automjetit të parkuar. Këta 3 persona gjithashtu dyshohet se i kanë zënë Jurgen Gjonajt dhe biçikletën të cilin ai përdori në krim, ndërkohë që kanë siguruar gjithashtu dhe banesën ku fshihej autori i vendosjes së lëndës shpërthyese. Ndërsa Glintian Kojtari, Dorian Hamolli dhe Geris Molla janë arrestuar pasi dyshohet se kanë transportuar Jurgen Gjonajin me automjet ditën e ngjarjes. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se Saba Nuzi kishte konflikte prej disa kohësh me Oltion Klosin për shkak të një borxhi prej 15.000 eurosh. Borxhi rezulton të jetë marrë në Spanjë, ku sipas policisë dyshohet se parat vinin nga trafiku i drogës. Klosi pretendonte se e kishte shlyer borxhin, por Nuzi nga ana tjetër pretendonte se i dëmtuari i detyrohej dhe 15.000 euro. Pasi Klosi ka refuzuar për të paguar shumën, Saba Nuzi ka urdhëruar grupin e të arrestuarve që t'i vendosin Oltion Klosit tritol në makinë si paralajmërim për jetën e tij nëse nuk pranonte të paguante shumën e eurove.